Pse the se nuk e vërtet se Muhamedi ka bë marrëdhënie me gruan e Zeidit që ka biri i tij atë fund, te cilën e kapa vajz hallet. Ti nuk i drejt me fushë të Muhamedit. A është e vërtet apo jo vlla? Nuk është e vërtet. Kush ka rreja atë në librat islame? Në Kur'an nuk shumë. Okej, Kurani thot ty të lejohen ato gra që ti ke marrë. Këto është në hadithe. A i beso hadithet? Në Kur'an lejohet 7 gra mi marrë. Jo, po 4. Nuk e vërtet. S'pas ke lexuar Kur'anin ti. 4 gra. 7. Cili ajet? Haj, për ata ta kërkova Kur'anin, ma gjej ajetin I cili ato ata. 7 gra. Se ti gjo, u I kom 4, si që pëso Kurani, nëse I thot 7, du me I pa 7, vla. Trego ma ajetin që ti marrë edhe 3 gra unë. Atëherë o kom 7, po tash nuk është e leju shtë. Një o ti që ato ruje. A muj me unë e ti more burë mës me ka përcy njëri tjetrin. A di që ka bjeseda, a ke shok ti, a ke miq, prit. Ti më the se Kurani thot se munesh me marrë 7 gra. Unë të thomë ma jep ajetin, se unë nuk e kom hasën atë ajet. Unë di se thot den 4 gra, tash ti ma jep ajetin ku thot 7, që ti marrë edhe 3 modele, se që si jam piksokollit, malsor, mua gratëm jutin me marrë për grua. Tash, unë mu I kom me marrë edhe 3, se kom folë shahadetin. Ku është aja ajet kuranor? I cili ajeton? Pyte ChatGPT. Jo të gomë burë, po më jep ajetin, pse nuk muj me bën pjeset sinqert, vla? Pse ti po bën pyetje, ti nuk po të lemë une me të bën pyetje, pse? Po vla, se ti po më thua nuk ka e vërtet, për çka folni unë tash zej. Ti thesh ama trega u thom kështu. Jezusi o gjallë. O gjallë Jezusi. O që ku do me kësye tash? Qëndro ku je? Ma jep ajetin kuranor që thot den 7 gra. Apo thuaj kom rej. Hajde. Ndëgjë. Jo me dëgju, ma jep ajetin bur. Po të kallëzoj, po ajetin? Okej, cili ajeton? Cila sure ajeti? Ndëgjë. E cila sure, I cili ajet, bur, nuk po të pës për ligjërate.